Stashin ako. Po? A u gove kam shku në Macedoni të Rina, në radio televizionin Njerëzit e Rinj të Macedonisë. Atje Rina kam intervistuar mua sa për këtë projekt të temë fundit bashkë me Adrian Vallxhen, që është Ajshe. Edhe për këtë juve që nuk e keni ngu Ajshen, në description post e keni linkon për më ngu nga është një këngë, është programe parë official bashkë me Adrian Vallxhen. Sot në këtë vlog kena me bërë rrugtimin tonë deri në Macedoni në Shkopje, pse s'tash me autostradën e rrugë shumë afër diku për 1 orë që jeni në Shkopje. Okej, kështu që na për bëmë vlogin. Njerëz, kom u thu Perej Prishtinën, si na orë tash në atë matë kam ka pru Rina. Rin, qa kena me bo laf sot? Kena me bo interviste herë. Po, qa kena me bo interviste? Si ka me ta një interviste. Qa ka me folën e moj? Se i bo këngëtar në Revurinë. Okej, do me thonë, Nuri këngëtari do t'jetë interviste me Rinën në mes të nesh. Ke emisioni... Ashtë të visari atje? Se kam visari në best. Visar. Përshëndes nësi të post vlog. Shtash jena në Matka? Ja, sa bukur. Ati qajka? Shtash jena me një lokal këtu në Matka. Hajde. Qysh në të shpigan? Matka. Jo, që shpigan të shpigan? Hadi mi së shpeka e punga vota. Por ati kamera? Gjithë vendin për intervistën me Nuri. Kështu që tash për shumë si që të ndodhë. Janë atë moment që të vendin të kërë edhe për në dhe kërë kotori janë shumë të për momente, në marrë të qiri e pak problem për gjithën e këtë kjo hanë, e të shkërë në poshë. Po më janë shkja. Pak ma herët patëm probleme në ndryqimin, kështu që tash më duket që e gjetëm venin. Më duket që e gjetëm venin full ndryqim për fotoverina. Qa. Pas ka hapsir, edhe në Zvicër Rina e kod. Kanë e ki në Zvicër Rinë? Të e kena super kamermanin. Faleminderit shumë. Edhe ja, çfarë pomi. A na prime tukka? Opala. Intervistën me Rinën e kena kry, që Rina është u lasdru për mas. Edhe intervista më duket që ka dollë mirë, nuk e dina sakt. Rinë, qa po thu? A t'ka pëlqy? Po shumë. Seriozisht? Po, na e ki trejti qka mas. Kalzon drejt. Se ke më nalën një. Të mbre pesili, muhabete, këte janë. E pse jetu e si muhabete? Animo, në vetë ke, a kam në femën, tash, ma gjuj që qashtë. Shohët shetë që 2 vjetë e këm edhe qërë më drath taj në fund. Jena të bo vlog, Abdon Kalamash? Ku jena është tash? Në Matka. Halo jena në Matka? Po, halo. Tash jena të kalu këtë pjesë në najtë për me shku këtë po. Edhe qëre, qka du m'ju kallëzu diçka, se e ma interesant që më ka ndodhë në këtë intervist me Rinën. është se, që është celi edhe për veta, është se kena ardhë me një kerë, me një Opel, kurs, u konë kurs, i vitit 2000, as 2000 shfar, 1900, po keni fare gjelë bërë të palivje, edhe s'kesh klim. Që është fajtorja? One nuk e ka përësit kjerë. E kush e ka përësit kjerë? Ue, halo, ka gjollë si kjerë. 100 nesh. Para meno, që sa jena tu hitë qështu? 5 minuta, jo. Ja, 5, po, jo, las 3. Që 15 minuta jena tu hitë, veç me shku për një intervist. A në dush më lopa. Ke ka ditë që ka me hitë shumë, edhe që të shuvesh. Hitë? Une, ju më vesh me pantolla, më qëra. Katastrofë.
Linkun e Instagramit të Rinës e keni në description poshtë aty. Del edhe çka duhet me bo kitë shikust e vlogot Rinë? Krejt shikust do t'ja bo subscribe. Tjetër? Like. Tjetër? Mos me shajt. Edhe? Mos me kopju. Edhe? Me fal dashni. Edhe me na këqy. Thanks. Faleminderit shumë krejt juve, shihemi për pak, se e kena në 101 për mas për të shkej. I think it's all angels just walk by. Yeah, 'cause a sight from my soul. Me shku në Shkup edhe mos me hongër kazan gibi, so më duhet pitheshin, është vepër penale. Ta më në me gjetë në Çarshi në Shkup. Më thonë atë pjesën e vjetër të Shkupit, pjesën më të bukur ever. Aty ka qebapa, ka qaj, të natë mjatë të botës. Ne ko banë me vete që tanë që si pjate të cumpës, për shumë shabëj. Njerëz, së du kry dita qështu, në mëngjes këna shku në Shkup, këm kry intervistën, patë dhe jo që këna bo në intervist, kena knas me të vërtet, matka ishtë një vend shumë i bukur, që unë me të vërtet nuk më konë ma herët, ishte hera a parë sot. Faleminderit shumë që jeni konë me mu së gjatë kësaj dite të sotme, faleminderit shumë që keni bo subscribe faqen tem, gjithashtu për krejt juve që nuk e keni bo hada subscribe, që e të pritë. Nesër kena me gjiru vlogun ma të ri edhe ma mendoj që ka me konë vlogu cilin krejt kena mu knash për shkak se në atë vlog për nesër. Për pos që ka me konë veç vlog, gjithashtu nesër unë e ka me shkup një zgjedh 3 dhurata për krejt juve që jeni të ngësyr tash së. Kështu që rëni updated, bëjni follow faqen tem në Instagram, është Enor Pakashtica, qërë këtu poshtë, ose e keni në description, bëjeni follow edhe rrini gati për shkak se për krejt juve ka me pas dhurata shumë të veçanta. Nesër me nëzi po pres.